Bojkot apo jo bojkot, pa mbushur 24 orë nga vendimi i grupit të PD-s për të rikthyer në Komisionin e Reformës Territoriale, Luciano Bocci u kthye qëndrimit të vjetër. Dhe mbledhjet e tjera që i sillni si argument dhe i interpretoni si bojkot nuk janë thirrur në konsulencë me kryesinë e komisionit që përbëhet nga 2 bashkëkryetarë. Kemi qytetarëve, kemi arsyen kryesore për mos qenë aty me ju. Ne do jemi në shesh, sigurisht. Ne do japim opcionin ton, po jo me ju, jo me atë shumicën të imponuar nga ju. Kaq mjaftoi që shumica të mos e hiqte nga rendi ditës projekt vendimin për ndryshimin e përbërjes së komisionit, por të linte afat mbrëmjen, kur kuvendi do të kalojë në votim. Qa thonin dark, nuk e thonin mjes. Ju angazhoheni që të merrni pjesë rregullisht në mbledhjet e komisionit të posaçëm, ta dim. Në rast se na thoni që shiko, ne do të vim në mbledhjen e komisionit. Jo kjo historia që i thash unë kryetarit, po ai bashkëkryetari nuk më la mua se unë kisha, se unë do iki, po serdhi se ishin ca. Nëse ju vini, nuk ka nevojë ta ndryshojmë. Na e thoni këtë deri në darkë, se ju jeni në mëngjes keni mend tjera, në darkë keni mend tjera. Do presim deri në darkë që t'ju vinë mend e mbrëmjes në darkë, edhe kismet vendosim deri atëherë. Të gjithë dëgjuan Boccin përveç Berishës. Ai nuk kishte dieni se në këto 3 muaj PD kishte bojkotuar ose këtë mesazh po përpiqej t'i dërgonte socialistëve. Jemi si jemi, kush tha si jemi? Ne kemi qenë dhe jemi, s'ka si diskutim. Kush tha që jemi atë? Të besoni ju gjenjështat e Taos, asnjë mbledhje nuk janë njoftuar antarët e opozitës. Ne jemi në komision, donë ta përjashtojnë fare ta bëjnë. Por mbeten ende disa orë përpara se të shihet se cila nga palët po luan me kë. Opozita që ngul këmbë se nuk ka ikur nga komisioni, por mbledhjet janë thirrur pa dieninë e saj, apo mazhoranca që ka kartonat për heqjen e paritetit dhe bashkëdrejtimit. Deri në darkë do të provohet se kush do të fitojë, konsensusi që e do publiku, talljet e Berishës dhe Boccit, apo presioni numrave që mazhoranca i ka, por nuk i përdor kurrë.